Organizata Sos Fshatrat e Fëmijëve vepron në Shkodër që në vitin 2008, ajo vepron nëpërmjet projektit fuqizimit familjes dhe ofron shërbime për familje që kanë probleme me kujdesin e tyre ndaj fëmijëve, për fëmijë që janë në rrezik të humbjes kujdesit prindëror apo për fëmijë të cilët kanë nevojë që të kenë një kujdes tjetër alternativ në pamundësi për të pasur familjen e tyre. Ne aktualisht jemi 123 familje, janë 324 fëmijë që marrin shërbime nëpërmjet projektit fuqizimit familjes Shkodër. Shërbimet janë kryesisht në kujdes psikoemocional të tyre, social, shëndetësor, po përpiqen në të njëjtën kohë që të punojmë edhe me prindë të këtyre familjeve për programet prindërimit pozitiv dhe për fuqizimin e tyre ekonomik në mënyrë që të dalin nga projekti si familje me një forcë sociale dhe ekonomike për mirërritjen dhe mirëmbajtjen e familjes tyre. Sos Fshatrat e Fëmijëve ishte një ndër organizata që përfitoi një sasi këpucësh për fëmijë që janë pjesë e programit të fuqizimit familjes në Shkodër. Ishte një periudhë shumë e bukur besoj, po aq sa që edhe sfiduese sepse selektimi i fëmijëve ishte pak i vështirë, por që mundësitë tona ishin në varësi të kushteve ku ata jetojnë, të mundësive ekonomike që kanë familjet e tyre, të nevojave që ata kishin emergjente. Çdo dhuratë është një gëzim për fëmijët, edhe për familjet, jo vetëm për fëmijët, por fëmijët momentin që e marrin pakon edhe gëzimi që ata e hapin për të parë se çka ka brenda njëherë është shumë i madh entuziazmi. Gjithmonë dhurata, sidomos në prak krishtlindjeve, është shumë e gëzueshme. Edhe domethënë fëmijët kanë gjithmonë shumë dritë në sytë e tyre, janë shumë të kënaqur, e hapin me jo vetëm me një kuriozitet, por me një ngutë dhe me një gëzim shumë të madh, edhe gjëja që u del mbrend, jeshta pritshmërive të tyre, se secila është e ndryshme nga tjetra, është pjesë e gëzimit të tyre, sidomos kur e fusin në kamp, pastaj që ta veshin, gëzohen fëmijët. Na gëzojnë edhe prindë gjithashtu, po gëzojnë edhe ne. Dhurimi që u bë fëmijëve nëpërmjet fushatës këpucë të krishtlindjes, me sa kujtoj edhe vjet, po edhe në vitet e kaluara, se vjet nuk ishte vetëm vjet, kishim edhe vite tjera që u mbështetëm nga ky donacion i bëm për fëmijët me të cilët ne punojmë. Jep shumë gëzim tek fëmijët. Domethënë fëmijët njihen të mbështetur, njihen domethënë provojnë që krishtlindja po vjen tek ata. Brenda tyre njihen jo vetëm të plotësuar, po ndjejnë një vlerësim që nuk janë vetëm, kanë gjithmonë dikë që i mbështet dhe që i afron me krishtlindjen. Çdo dhuratë ka historinë e vet. Domethënë nuk ka asnjë fëmijë që ta marrin edhe që të mos kenë domethënë një gëzim, një dëshirë që e ka pas në mendjen e vet dhe që të mos jeni lidhur me dhuratën që i ka ardhur. Më kujtohet që vjet ne kishim një mamë në projekt që ishte edhe priste fëmijën e dytë, edhe domethënë mezi priste që fëmia e vet kishte një dhuratë sepse problemet e tyre ishin probleme jo vetëm ekonomike, po edhe probleme sociale, dhe mama këpucë kishte pa mundur që t'ja blente fëmijë të reja ashtu siç e dëshironte. Edhe maj mend që djali mezi dridhej, domethënë mezi priste që ti merrte këpucë dhe shihte çdo kuti e tjetrit i dukej më e bukur se kutia vet. Ajo që domethënë na bani shumë edhe na prej kushti që përveç këpucëve kishte një palë doreza. Mbrend, një palë doreza të leshta, që fëmijë vishin me një herë edhe na dha një përqafim. Thirrja ime për të gjitha organizatat, të institucionet, individ, të cilët dëshirojnë që të dhurojnë për fëmijët që janë në vështirësi ekonomike dhe sociale dhe që janë në pamundësi nga familjet e tyre, për të mbështetur me dhurata dhe për të gëzuar festat e fundvitit. Projekti Fuqizimi i Familjes është një derë e hapur dhe i pret me kënaqësi, me shumë gëzim dhe me dëshirën e mirë që dhurata e tyre të shkojë aty ku nevoja është shumë e madhe dhe zemra e fëmijëve pret suportin e tyre. Falenderoj përzemërsisht në emër të stafit dhe në emrin tim personalisht, Media 7, që ka bërë të mundur nëpërmjet fushatës këpucët e krishtlindjes të mbështesë në pragun e festave të krishtlindjes dhe vitit të ri, fëmijë që janë projekti Fuqizimit Familjes. Ju falenderoj përzemërsisht.